Mirë se erdhët. Sot do bëjmë diçka pak më ndryshe. Nuk do flasim thjesht për një teori psikologjike, por do të nisemi bashkë në një rrugëtim. Do të ndjekim historinë e Arbenit për të zbërthyer hap pas hapi njërin prej ideve më të famshme mbi motivimin njerëzor. Dhe gjatë rrugës do pyesim veten, çfarë na shtyn vërtet përpara në jetë? Ja pra, kjo është pyetja e madhe, apo jo? Pyetja që në një mënyrë a një tjetër e kemi bërë të gjithë. A është thjesht mbijetesa, apo ndoshta dashuria, suksesi, apo mos është diçka tjetër, diçka më e thellë? E po, siç do ta shohim, përgjigjja mund të jetë shumë më e strukturuar se ç'e mendojmë. Dhe këtu hyn në lojë Abraham Maslow dhe piramida e tij e famshme e nevojave. Ideja në thelb është genialisht e thjeshtë. Nuk mund të mendosh për poezi kur të dhem barku nga uria. Me fjalë të tjera, duhet të plotësosh disa nevoja bazike para se të kalosh tek ato më të lartat. Dhe për ta kuptuar këtë ngjitje, do ndjekim hapat e Arbenit. Okej, le t'ja nisim. Çdo ndërtesë, sado e lartë, ka nevojë për një themel të fortë. Për ne njerëzit, ai themel ndërtohet mbi nevojat tona më elementare, ato që na mbajnë gjallë fizikisht. Pra, le të fillojmë nga baza e piramidës. Tani, këtu nuk po flasim për dëshira apo teka. Këto janë kërkesa absolute të panegociueshme të trupit ton. Pa ajër, ushqim, ujë, pa një vend ku të flesh, çdo gjë tjetër, çdo ambicie, çdo ëndër, thjesht shuhet. E gjithë energjia jon përqendrohet këtu, në këtë piknisje. Dhe pikërisht këtu e gjejmë Arbeni. Imagjinoni pak, pasi humbet gjithçka në një fatkeqësi, bota e Arbenit të kurret, ajo bëhet sa një pjatë ushqim, një shishe ujë dhe një batanie. Në këtë moment ai nuk mendon as për karrierë, as për miqësi. Motivimi i tij vetëm 100% është mbijetesa, hapi i parë dhe më thelbësor. Mirë, pasi stomaku është plot dhe kemi një çatim mbi kokë për sonte, mendja jon automatikisht fillon të pyes: po nesër? Po pas nesër? Dhe këtu fokusi ndryshon. Kalon nga mbijetesa e momentit te krijimi një mjedisi të qëndrueshëm, të parashikueshëm. Tani kërkojmë siguri. Dhe ja ku Arbeni fillon të lëviz. Streha e emergjencës ishte një zgjidhje e përkohshme, por jo një jetë. Tani ai kërkon stabilitet. Duke kërkuar një punë, sado modeste, dhe një dhomë me qira, ai nuk po mbijeton më thjesht nga dita në ditë. Ai ka filluar të ndërtojë. Me themelin e sigurt të vendosur, rrugtimi vazhdon lart nëpër piramidë. Tani hyjmë në territorin e nevojave psikologjike. Sepse, siç e dim, nuk mjafton vetëm të jesh gjallë, duam të ndjehemi të lidhur me të tjerët dhe të vlerësuar për ato që jemi. Jemi qenja shoqërore, kështu jemi ndërtuar. Pasi ndjehemi të sigurt, një tjetër lloj urie shfaqet, uria për lidhje njerëzore. Kemi nevojë të japim e të marrim dashuri, të ndjehemi pjesë e një fisi, e një komuniteti. Në këtë fazë vetmia bëhet armiku më i madh. Këtu shohim se si evoluon motivimi i Arbenit. Ai ka një punë, ka një shtëpi, por e kupton se siguria nuk mjafton për të mbushur boshllokun e vetmisë. Prandaj, ai fillon të kërkojë në mënyrë aktive lidhje, nuk po kërkon më mbijetesë, po kërkon përkatësi. Dhe tani bëhet vërtet interesante. Ky nivel ka, le të themi, dy anë të së njëjtës medalje. Nga njëra anë është nevoja për vlerësimin që vjen nga jashtë, një kompliment, një shpërblim, njohja nga të tjerët. Por nga ana tjetër, dhe ndoshta më e rëndësishmja, është vetë respekti, ajo ndjenjë mirë që vjen nga brenda kur arrim diçka. Shikoni si ndryshon loja për Arbenin. Nuk i mjafton më thjesht ketë një punë, ai do të jetë i mirë në ato që bën. Merr përsipër më shumë përgjegjësi, mëson gjëra të reja. Kur merr një shpërblim nga shefi, kjo ushqen nevojën për njohje nga jashtë, por kur ndihet krenar për veten, kjo ndërton diçka shumë më të fortë, vetë respektin. Edhe këtu duhet të ndalojmë një moment, sepse Maslow bën një dallim thelbësor. 4 nivelet e para quhen nevojat e mangësisë ose D needs. Ato funksionojnë si një grop që duhet mbushur. Kur je i uritur, kërkon ushqim, pasi ha, motivimi bie. Por niveli tjetër, maja e piramidës, është një histori krejt tjetër. Tani, le të ngjitemi në majën klasike të piramidës. Këtu nuk bëhet më fjalë për të mbushur një boshllëk apo për të shuar një uri. Këtu bëhet fjalë për të zgjeruar, për të rritur, për të arritur potencialin ton më të plot.
Pra, çfarë është ky vet aktualizim? Është ajo dëshira e brendshme për të bërë versionin më i mirë i vetës, për të realizuar plotësisht talentet dhe potencialin. Nuk është një destinacion ku thua arrita, por një proces i vazhdueshëm. Dhe gjëja magjike është se motivimi këtu nuk shuhet kurrë. Përkundrazi, sa më shumë e ndjek, aq më i fortë bëhet. Dhe ja ku e shohim Arbenin në këtë fazë. Me themele të forta, me lidhje shoqërore dhe me vetë respekt të ndërtuar, motivimi i tij transformohet plotësisht. Ai nuk vepron më për të marrë diçka që i mungon, por nga një dëshirë e brendshme për të kontribuar, për të krijuar dhe për t'i dhënë një kuptim më të thellë gjithë rrugtimit të tij. Por prisni pak, sepse historia nuk mbaron këtu. Shumica prej nesh e njohin piramidën me 5 nivele, por në vitet e tij të mëvonshme, vet Maslow e pa se kishte diçka më shumë. Ai e zgjeroi modelin, duke kuptuar se ka shtysa që shkojnë edhe përtej vetes. Ja pra ku teoria bëhet edhe më e plotë. Maslow shtoi nevojat njohëse, uria jon e pashtershme për dije dhe kuptim, nevojat estetike, kërkimi ynë për bukuri, balance dhe harmoni, dhe në majën absolute vendosi vetë transcendencën, dëshirën për të lidhur me diçka më të madhe se vetja. Këtë fokus i kalon nga unë te ne dhe te kauza më të mëdha. Sigurisht, duhet të jemi të sinqertë. Asnjë teori nuk është e pagabueshme. Kritika kryesore ndaj Maslowit është se kjo hierarki nuk është aq e ngurtë. Një artist mund të krijojë edhe pse është i uritur. Dhe sigurisht renditja e nevojave mund të ndryshojë shumë nga një kulturë në tjetrën. Megjithatë, pavarësisht kritikave, piramida mbetet një mjet jashtëzakonisht i fuqishëm për të kuptuar se çfarë na vën në lëvizje. Dhe kështu, rrugëtimi i Arbenit në fund të ditës na shërben si një pasqyrë. Ndërsa e mbyllim këtë analizë, pyetja mbetet: cili nivel i kësaj piramide po na motivon më shumë në jetën tonë, pikërisht tani? Cili është hapi ynë i ardhshëm në këtë ngjitje personale? Kjo në fund të fundit është fuqia e vërtetë e kësaj ideje. Na ndihmon të kuptojmë jo vetëm botën, por mbi të gjitha veten.